Kurani i tëri është i bukur, vetëm se prej bukurive të tij është edhe mënyra se si përmbyllet një sure e caktuar. Prej sureve është edhe kapitulli El Isra. E Allah i Madhëshëm e përmbyll këtë sure, e cila i ka 111 ajete, me thënien e tij: Qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Thuaj, lavdia i takon Allahut, i cili nuk ka marrë ndonjë fëmijë, dhe i cili nuk ka ndonjë ortak në sundim, dhe i cili nuk ka ndonjë mik nga pafuqia, dhe madhraja ata me një madhrim madhështor. Shikoni çfarë ajeti madhështor, i cili shpreh njohshmërinë e krijuesit, e tregon pastërtinë e kësaj feje, tregon që Allah i Madhëshëm atij ta kanë lavdia, sepse ai nuk ka ndonjë fëmijë. Allah i Madhëshëm asgjë nuk është sikur ai. Ai nuk ka fëmijë, nuk ka parars, nuk ka pasardhës. Dhe pastaj po thot, dhe nuk ka ortak në pushtet. Është mbreti i mbretërve, është mbreti suprem, nuk ka ortak në sundimin e tij. Çështja e tij është vetëm që të thotë diçka ajo bëhet, ajo bëhet. Pastaj thot, nuk ka ndonjë ndihmtar, nuk ka ndonjë mik që i ndihmon, sepse s'ka nevojë, sepse Allah është i gjithfuqishëm, është i plotfuqishëm për gjithçka. Dhe në fund po thot: "Wa kabbirhu takbira", madhraj ata me një madhrim madhështor. Në mënyra se si përfundon kjo ajet: "Wa kabbirhu takbira", madhraj Allahun me një madhrim të madh. Kjo është ai urdhë që ka bërë që ne ta madhrojmë Allahun në çdo gjë, të themi Allahu Ekber, Allahu është më i madh, asgjë nuk është më i madh se ai. Dhe është shumë e padrejtë që këto tekbire të ndërlidhen me ndonjë grup ekstrem, sepse ne besojmë që ato grupet ekstreme janë të dalura prej fejës Zotit, siç ka thënë edhe vetë profeti alayhis salatu wassalam: "Yamrukuna min ad-din", ata dalin prej fejës siç dal shigjeta prej gjahut. Pra për shkak të primit, ata dalin prej kufeve të Zotit. Andaj nuk duhet të ndërlidhur me një grup që është shumë i vogël. Kjo pastërtia e fejës tonë, se nuk ka asgjë më shumë që e rahaton njeriu se sa madhrimi i Zotit. A ka dikush më i madh se Zoti? Zoti më i madh se gjithkush, më i madh se çdo gjë. Nuk ka diçka që e rahaton shpirtin, që përmirëson njeriu më shumë se sa madhrimi i krijuesit.